protest. Dhe mbrojtja më e mirë është ta ruajmë të paqt protestën, jo të dhunshme. Dhuna intereson Ramës dhe Berishës. Nëse nuk jemi vigjilent dhe rrëshqasim në dhunë, dështon plotësisht misioni historik i kësaj proteste, që është misioni të cilës është largimi e establishmentit, fundi i këtij tranzicioni. Dhe ky tranzicion do sqaruar më mirë, nuk është thjesht tranzicion, është një diktaturë oligarkike. Është diktaturë e një oligarkie që është ngritur në nivelin e një mafjes kombëtare. Dhe koka e mafjes është vetë qeveria. Ndryshe nga tirania komuniste dhe tirania e sotme oligarkike, që na imponuan kultin e individit. Një nga pasurit që solli kjo protest është për të cilën do të hyjë në histori, është aplikimi i demokracisë pjesëmarrëse të drejtë për drejtë nga ne, populli. Rrëzimi i Ramës është detyrë e protestës, jo e institucioneve që mund të ngrihen në emër të protestës. Pasi protesta të realizojë rrëzimin e Ramës, atëherë të ngrihen institucionet, qoftë edhe kuvendi i protestës. Kjo është vlera që solli kjo protestë, demokracinë e drejtë për drejtë, demokracinë që duhet të vijë nga ne, populli. Një nga vlerat e kësaj proteste është legitimiteti i aktivistëve të kësaj proteste, i nismëtarëve dhe të gjithë aktivistëve. Shikojni si janë këta aktivistë, të cilët na përfaqësojnë, plotësisht na përfaqësojnë. Në këta i kam përmbajtje, jo forum. Shikojni oligarkinë dhe kokën e të cilës e përfaqëson Rama. Është i tërë i forum, pa përmbajtje. Si që thot filozofia Hanan, diktatura dhe forma vetëm kanë përhape në sipërfaqe, po nuk kanë thellësi. Thellësinë e kemi ne, populli. Dhe thellësia është misioni ynë. Rrëzimi kësaj diktature oligarkike. Qeveri e krimit, Ramanburg, Berishanburg, Ramanburg, Berishanburg, Ramanburg, Berishanburg. Kjo masë aktivistësh ka detyrë pas largimit e establishmentit të ngrej institucionet për rikthimin, ringritjen e Shqipërisë. Dhe ringritja e Shqipërisë është Shqipëria e re. Dhe Shqipëria e re është Shqipëria në normalitet. Fjala më e bukur e kësaj epoke është normaliteti. Normaliteti në të gjithë dimensionet, në jetën njerëzore dhe në jetën shoqërore dhe politike. Normalitet, nuk duam asgjë. Normalitet. Para pak ditësh dëgjova gazetarin Arjan Çani. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Në gjuhën e gazetarit të establishmentit Arjan Çani ndjeva dëshpërim, konfuzion, bullizëm për aktivistët dhe nismëtarët e kësaj proteste, që ky fakt mua nuk më dëshpëroi, përkundrazi më gëzoi, sepse tregojnë se këta zotërinj që do të na përfaqësojnë nesër kanë vlera. Prandaj gazetarët janë Arjan Çani
dhe gjithë përfaqësuesit e tyre, të cilët u pasuruan duke shitur Shqipërinë, bullizojnë aktivistët tanë, të cilët do të ngrenë institucionet e Shqipërisë së ringritur, e Shqipërisë së re. Bojkotojmë të gjitha mediat. Unë vetë kam që nga 2017 që nuk e përdor televizorin, përdor median online, dhe ka një arsye, ne jemi në luftë, dhe duhet ta shprehim hapur, nuk është koha e serenatave, nuk është koha është koha e luftës, dhe në luftë duhen himne luftarake, këta e duhet ta pohojmë me zë të lartë, jo më dhunë, himnet luftarake japën edhe paqësisht. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re. Anulloni shitjen e Shqipërisë. I bëj të ditur emigrantëve, ju lutem, ju vini shpesher, por atë dheu në këto momente na do këtu. Sepse si që kemi trashguar edhe fjalin që uj fle, por armikus fle. Pra, ata janë aty duke pritur të ne të flem dhe të na marri përsëri ato resorset që kanë nën aty me një mendim se hëse shqiptarët ndoshta do t'i harojnë. Por ne e dim, kjo është shqitja e Shqipërisë. Është e treta herë në historinë e Shqipërisë që kërkojnë ta ndajmë popullin e shqiponjave. Dhe pse ne themi revolucioni flamingove, ato janë të bukura, por jetojnë në tokën e shqiponjave, kështu që ky është revolucioni i shqiponjave. Këtu pranë meje kam një djalë që ka dalë me një tabel që të mbrojmë lumin e Zallë Gjoçaj. Pra lumi i vdekur, tani ai është futur në intubacione, është një lumi i vdekur. E ta ulan bëlla, sa lumi, ketë të vdekur në Librazhd. Librazhdi ka 80 hece. Ti, që i ke dalë e një Ramës të krah në këto momente, sa banor, ke gënjër, ke mashtruar, se do shfrytëzoj vetëm gjysmën e lumejve, por ato lumej tani ja futur gjitha në ecë dhe nuk ka kupi asuj baktia. Kjo është e vërtet. Nuk ka asuj për baktin. Prandaj duhet të themi që uj fle, por armikus fle. Ata janë aty në të momenti që ne do flem, do qetësohemi, ata do fillojnë përsëri ato resortet e tyre që s'dihet për çfarë janë, por e dim ne, do t'i bëj edhe të ditur Artit Bidos. Mjafti që ndrove në krah e Tiranës, se po bën 2 vjet që mes komunitetit çam ekzistojnë fjalë se kur ishte drejtori arkive ke shtukur me 10 pasaporta çame kur ata erdhën në vitin dhe i dorëzuan në vitin 1945. Prandaj spaku nuk duhet të flej, sepse jemi në tradhti kombëtare. Pra tradhtarët kanë marrë rolin kryesor si trimat e mediave dhe na kërcënojnë ne, që herë që të thjesht që nuk kemi qa humbi për vetë dashurisë në atë dheun. Unë jam një naftëtar, hajde një shikojni atje, në Malakasër, në qafën e Koqivo dikush edhe nafta me madhe që pushen çdo ditë vaskat dhe nuk dihet se ku shkojnë. Hajde shkojni në Marinës, që gjithë banorët ndoten, një herë rëndom, gaz, squfur, lloj gjërash, janë me miliona euro që janë. Pra Evropa ka standarde dhe thotë që ju, kompanitë e naftës, që jeni aty dhe ndot një banorët, duhet i kompensoni këta. Pra janë miliona euro në Malakasër, në Patos, në Marinës, Gorisht dhe Buqov, por nuk shkojnë të banorët. Pra jemi të vjedhur, jemi të shitur, jemi të keq trajtuar dhe ky me të drejtë do të quhet revolucioni shqiponjave. Shqipëria e tradhtarëve, vdekje tradhtarëve. Dhe me që përmendën spakun, përfitoj nga rastit i bëjnë thirrje prap spakut. Kemi dorëzuar dosjen në Albanian File. Aty përmlitet gjithë krimi i Edi Ramës, të gjithë ligjet anti-shqiptare që kanë nxjerrur në shitje Shqipërinë. Spak, vepro spak.
çfarë bëhen me ato 3000 dosjet? Çfarë bëhen me Belinda Ballukun? Ju lutem, bëni publik atë dosje, bëni publik transparent për shqiptarët. Parlamenti i krimit është momenti që parlamenti shqiptar të shbëj ato dy komisionet, komisioni elektoral dhe komisioni reformës territoriale. Ata janë komisionet të pengmarrjes të demokracisë. Zhbëjni ato komisionet, zhbëjni. Sa herë jeni mbledhur, keni bërë vetëm pazare në kurriz të demokracisë, e keni bërë kodin zgjedhor si u desh ju, keni bërë hesapet për interesat e juaja, jo për interesin publik, për interesat e qytetarëve. Hiqeni, zhbëjni ato komisionet. Është momenti që deputetët e Partisë Socialiste t'i thrasin mendjes. Është momenti të japin dorëheqjen, të ndjekin shembullin e Mariano Koçeku dhe Setani Pavarur, largohen nga ajo parti. Në qoftë se duan të tregojnë të përgjeshëm në këtë moment historik, është momenti të braktisin në fatin e tij turpshëm Edi Ramën. Diqni mandatet, largohuni. Është momenti gjithë opozitë, gjithë tash bën atë parlament, është parlamenti i delegitimuar. Ai nuk ka më vlerë, nuk përfaqëson më qytetarën shqiptar. Një epokë e re po vjen, një Shqipëri e re po vjen. Kjo është Shqipëria e brezit 3. Kjo është Shqipëria që po bën ndarjen epokale midis një klase antihistorike të dalë boje dhe midis brezit të ri që do të marrin në dorë fatet e shqiptarëve, fatet e Shqipërisë. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. I bëj thirrje të gjithë të rinjve të rejeve të organizohen aty ku janë. Mos ta presin zgjidhjen vetëm nga ky mikrofon. Kudo, në shkolla, në universitete, në këtë shesh të demokracisë, të vetë organizohen, të ngrehet forume demokratike. Ne kemi nevojë për të rinj idealistë adhetar, për profesionistit do ta çojnë përpara. Mos të presin intelektualët zgjidhjen nga ky mikrofon, po vetë organizohen në forume, në debate, në kuvende s'ka rëndësi çfarë. Është e rëndësishme që gjithë profesionistët ku janë këtu në diasporë të japin zgjidhje konkrete për vendin. Të ftohen të gjithë akademitët që